Sot është data 13 qershor dhe është ora 5 e masdrekës. Pritet që në orën 6:30 të fillojë ajo që do jetë protesta më e madhe parë ndonjëherë në Shqipëri. Flitet për dhjetra mira të rinj të reja, dhjetra zemra shqiptare që këtu nga ky shesh do i thojnë mjaft. Mjaft politikës shqiptare 35 vjeçare, asaj politikë që e ka sfilitur popullin ton si asnjëherë tjetër. 35 vite robëri. Sot do protestohet për gjithë ato gjëra që i kanë ndodhur popullit ton të padrejta në këto 35 vite. Sot do protestohet për thyrjen e embargos së Shqipërisë dhe ndihmën që i dha Shqipëria në vitin 92-93, Miloševiqi duke furnizuar atë me karburant duke kaluar nga territori shqiptar drejt kufirit me Malin e Zi. Sot do protestohet për atë vit të mrapsht të 97-s kur Shqipëria u dogje, u poq, u shkatrua gjitha. Sot do protestohet nga gjithë shqiptarët për fabrikat që u shkatruan. Sot do protestohet për gjitha ato prona publike që u rrafshuan njësh me tokë pasi urdhri erdhi nga Beogradi apo nga Athina. Sot do protestohet për gjitha gjërat negative që ka pësuar ky popull dhe do arrihet pastaj deri në ditët e sotme, kur do protestohet për tunelet e bëra në mënyrë korruptive, kur do protestohet për inceneratorët të cilët nuk janë as gjëkundi, do protestohet për ato financime në mjeksi të cilat nuk dhanë asnjë rezultat, por u zhvaten nga drejtuesit që i përdoren për qepat e tyre. Do protestohet sot për gjithë ato armë kimike që deshën të fusin në Shqipëri. Po këto politikanë. Do protestohet sot për gjithë të koncesione të pakuptimshme. Do protestohet kundër ligjit më famkeq që komuniteti Bashkimi Evropian e ka dënuar rrepsisht si një ligj antidemokratik që është ai investitorëve strategjik. Do protestohet sot mbi të gjitha për shitjen e territorit shqiptar. Atë që se bën do të huaj pasi nga pushtimi ti mund të dalësh jashtë dhe të shlirohesh, por nga shitja nuk mund të shpëtosh kurrë. Pasi ai që te ka bler mund të kërkoj 2-3 fishin, 10 fishin asaj që ka paguar për ta blerë. Ndaj sot të gjithë këtu, zemrat shqiptare do protestojnë për të drejtat e tyre, që të rinj të mos ikin të dergjin rrugëve të botës, që të rinj të mblidhen në vendin e tyre, që të kthehet shpresa, dhe e diasporës e cila ka ardhe numërt sot për protestuar këtu në Tiranë këtë datë 13 qershor të vitit 2026. Shqiptarët e kanë të qartë tashmë se kjo qeveri është në ikje dhe gjithë kjo klasë politike e korruptuar, kjo klasë politike qibanësh e thellësisht anti-shqiptare që e kanë qenë në dakordsi, në harmoni, në sinkron njëri me tjetrin, na kanë quar në këtë pikë ku shqiptari shikon dhe tokën që ka poshtë këmbëve dhe mendon 2-3 herë nëse është e tija. E kanë të qartë se kjo klasë politike tashmë e falimentuar do ikë, por problemi dhe pyetja që bën shqiptarët sot është me çfarë pasojesh? Çfarë do të paguajnë shqiptarët? Sa do të jetë çmimi gjithsaj shfaqje të trisht, të turpshme që ndolli në Shqipëri prej 35 vite. Ndaj miq, ndaj vëllezër, motra, të gjithëve, ju them, të gjithëmi sot këtu, të protestojmë në mënyrë paqësore, kështu siç kanë treguar shqiptarët gjithë këto ditë, në mënyrë të denjë, në mënyrë që e gjithë bota po merr simpati për kombin ton, për një rini të jashtëzakonshme, që për parë e ka dheun, që atë dheu është mbi gjitha. Këtë e kanë kuptuar dhe partnerët tanë më të mirë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë miq tanë, janë aleatët tanë kryesor, kështu që nuk ka lidhje fare me atë që bëjnë këtu studentët që protestojnë kundër padrejtisë. Ndaj, ju ftoj edhe një herë që të jeni të shumë, të jeni të numërt. Falenderoj shumë gjithë diasporën që sot ka ardhur, jemi dëgjuar me gjithë, ja kanë mësy Tiranës sot, por falenderoj shumë dhe gazetarët që kanë ardhur nga Italia dhe nga vendet e tjera të Evropës për të pasqyruar sot këtë manifestim paqësor, dinjitoz, me vërtet të shqiptarëve të jashtëzakonshëm. Të jesh shqiptar është një privilegj. Të jesh shqiptar do të thotë të jesh themelues i kontinentit ton të vjetër. Të jesh shqiptar do të thotë të kesh gjuhën më të bukur në botë, gjuhën më të vjetër në botë, të cilën po kërkojmë ta fusim në librin e shenjtë të UNESCO-s. Të jesh shqiptar, e përsërisht është një privilegj ndaj të cilit unë nuk tërhiqem, nuk shmangem dhe marr pjesë. Të rroj Shqipëria, të rroj liria, të rroj gjithë rinia jonë dhe mi gjitha kthehuni shqiptar, kthehuni përsëri në atë dhëun tuaj
dhe mos lejoni që të ndodh ai zëvendësim etnik i cili është në akt në këtë moment në dhëun tonë. Shqiptarët janë të nxitur për të larguar dhe raca të tjera po vinë për të pushtuar tokën tonë në mënyrë paqësore dhe jo me armë. Dhe ky është pushtimi më i keq, pushtimi që mund të zgjas përgjithmonë. Ndaj edhe një herë merrni shembull nga kjo rini, ktheuni nga diaspora, ktheuni tek shtëpia e babait tuaj, mos i harroni sepse janë varret tek parëve tuaj. Varret nuk harrohen. Nuk harrohet e shkuara jon, nuk harrohet e kultura jon. Jemi të parët e Evropës, themelues të saj. Zoti e bekofshi Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju dua shumë.